Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin policor të koduar në ON6 duke zbuluar një tjetër ambient të përshtatur për kultivimin e bimëve narkotike me pajisje elektrike. Bashkë me këtë rast shkon në 10 numri operacioneve të goditura në kuadër të neonve. Si rezultati i hetimeve, në kërkim u shpall një 35 vjeçar banues në Shkodër dhe një 16 vjeçar të dyshuar për veprën penale të kultivimit të bimëve narkotike kryer në bashkëpunim. Sipas policisë, ata kishin përshtatur një banesë në lagjën Docmazi për kultivimin e kanabisit me llampa, duke u furnizuar me energji elektrike përmes lidhjeve të paligjshme. Në vijim u proceduan penalisht dy punonjës të OSHE, një 33 dhe një 63 vjeçar për shpërdorim detyre, si dhe një 22 vjeçare banuese në Puk për moskallëzim krimi. Gjatë kontrolleve në ambientin e përshtatur për kultivim dhe tharje, policia sekuestroi 60 bimë të dyshuara narkotike kanabis, 57 pajisje elektrike, si dhe 4 telefona celular. Ndërkohë nga kontrolli në banesën ngjitur në pronësi të një 49 vjeçari i ndaluar më herët për vepra të tjera penale, u gjetën dhe sekuestruan një pistolet sportive pneumatike pa numër, municion luftarak dhe një automjet. Policia bën me dije se vijon puna për kapjen e 2 personave në kërkim dhe për dokumentimin e plot të kësaj veprimtarie kriminale, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme.